opozim dhe ju përjashton, cili do të jetë qëndrimi juaj? Qëndrimi im është ky që shpreha këtu. Unë shpreha qëndrimin. Partia Demokratike u bllokua 9 seanca përveç njerës. Partia Demokratike do krijoj platformën e saj para zyrës së narkodiktatorit të parlamentit. Kjo është përgjigjja. Kam edhe një pyetje që lidhet, ju përmendët pak më parë për bandat dhe për narkosin, ndërkohë që kam një pyetje për pastrimin e parave të pista në sektorin e ndërtimit. 2 ditë më parë, kreu i SPAK-ut Altin Dumani është shprehur se tatimet dhe doganat nuk kanë referuar asnjë rast për pastrimin e parave të pista në ndërtim dhe turizëm. Ndërkohë, guvernatori Gent Seko është shprehur se rritja e qërave ka ndikuar në rritjen e inflacionit, ka prekur ekonominë e familjeve shqiptare. Në një kohë që ekonomia duket se është në mëshirë të parave të pista, cili do të jetë qëndrimi dhe propozimi i opozitës? Faleminderit. Deklarata e Altin Dumanit është një skandal. Një skandal i vërtet. Shteti shqiptar ka një agjensi të luftës kundër larjes parave. Kundër larjes parave. Dhe kjo agjensi ka të gjitha autoritetin shtetëror për të shqyrtuar çdo transakcion të dyshimt në Republikën e Shqipërisë. Kjo agjensi ka shqyrtuar të paktën 5 herë gjatë këtyre viteve dhe e përgëzoi çdo transakcion të familjarëve të mi. Dhe unë i përgëzoj. Gjë më normale. Kjo agjensi nuk mund të them se ka analizuar transakcionet e bosëve të drogës dhe të krimit, por nuk mund të përjashtoj se e ka bërë këtë. Nuk mund të them që nuk e ka bërë këtë. Por ka një gjë në themel që unë kam denoncuar me 10 herë para jush. Altin Dumani është përgjegjës kryesor për moszbatimin e ligjit antimafia. Këtu qëndron gjithë problemi. Se nëse Altin Dumani zbaton ligjin antimafia, ai konstaton se pronat e klanit Xhafa vinë nga droga e Gerondit dhe jo nga djersë e tyre. Po Altin Troplini nuk e bën këtë, se është peng. Në qoftë se Altin Troplini është i interesuar ja ku është hoteli 70 milion euro Gjertani i familjes Rama dhe ati mollës që e nëzorën edhe nga burgu se është i Teta Olgës. Në qoftë se Altin Troplini është i interesuar, le të lexoj Ola Zamën, një gazetare kurajoze, e cila bëri një hetim që Altini nuk e bëri. Dhe kjo gazetare i tha opinionit publik se këto kulla monumentet të drogës dhe korrupsionit vetëm 20% të parave i kanë nga bankat. Dhe kjo mjafton për Altin Troplinin që të vedrynë atyre kullave me parat pista. Por, hajmë burët,
se kam sekuestruar 63 milion euro. Gjë më qesharake, në një kohë kur përëndorit e klaneve janë me miliarda. Janë me miliarda. Kjo është. A ju tani ka marrë mision të dalë në për studio dhe të mashtroj. I thot publikut se për herë të parë 3 zëvendës kryeministra. Ku janë? Këqun zëvendës kryeministra ata që kanë qenë. Ata që kanë qenë. Po që është sot, si që thot a ju, si që mashtron a ju, se ka një zyrtar shumë të lartë të dënuar, as një zyrtar shumë i lartë nuk është i dënuar. As një për korupcion. Dhe për sqarim për publikun, këta që duhen t'ja ufshin memorien ju, dhe t'u hedhin truta ati që s'po e them, ju thonë ju se s'ka ndodhur ndonjëherë. Ministrin detyrë. Ju them unë ju. Ju them unë ju. Nga viti 2008 në vitin 2010 kanë lanë imunitetin dhe janë paraqit para prokurorit dhe gjykatësit zëvendës kryeministër i qeverisë, në detyrë. Zëvendës kryeministër. Dhe 2 ministra në detyrë, jo ish ministra. Jo ish ministra. Në detyrë. Ka dhënë dorëheqje Ilir Meta në mënyrë absolute, bazuar në një dokument të falsifikuar nga Edi Rama me Filip Çakullin, i cili doli nga analiza e institutet italian më prestigjioz se ishte falsifikuar në 28 segmente. Por ai e kishte atë burri. Jo, tha, unë nuk shkoj tek prokurori, me erdhin zyrë. Nuk shkoj unë tek prokurori për t'u hetuar si zëvendës kryeministër. Do shkoj tek ai të hetohem si qytetar i thjesht. Por që është vërtet të njëjtën gjë, absolutisht, ka bërë Fatmir Mediu. Të njëjtën gjë ka bërë Lulzim Basha, se këta që duhen t'i hedhin publikut truta ati dhe mendoj se publiku do besoj mashtrimet. Jo, mërë. Ky qenë zëvendës kryeministër Arben Ahmetën, të cilit i lëshoi mandat arresti në një kohë kur ai ishte larguar prej kosh nga detyra dhe vetëm kur mori dokumentat e pllakave të banjës ish bashkëshortes nga i mori. Pra, një propagandë vulgare në veri se po dhe ata gazetarë të cilët qëndrojnë, ky është problemi. Fact-checking. Gazetarë të cilët pranojnë mashtrime bën bashkautor në mashtrim. Në qoftë se s'bën fact-checking, lexoni mediat amerikane dhe mediat tjera. Absolutisht të deshmen e deklaratave të paraqesin fact-checking. Ka rëndësi të madhe. Ka rëndësi të madhe që se në këtë mënyrë do mund të kthjellojnë hapësirën komunikative mediatike të vendit. Dela i thot, për herë të parë, thot. Për herë të parë. Pra, mirë është mos citojmë njëri që se meriton të citohet.
Zoti Berisha, kam dy pyetje. Para, ju folët për një platformë parlamentare. A lidhet kjo me një përjashtim tuaj të mundshëm nga parlamenti dhe nëse na jepni më shumë detaje, si do të jetë organizuar? Kur tho? Pra do të ketë çadër, do të ketë